Komentimi përsosur I Kuranit, Gjuzi I 29. Sure El Muddathir, ajeti 31. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Ne kemi bërë rojtar të zjarit vetëm engjëjt dhe numrin e tyre kemi bërë sprov, objekt polemikash për jo besimtarët, me qëllim që të binden ata që u është dhënë libri, e të ushtohet besimi atyre që besojnë, që të mos dyshojnë ata që u është dhënë libri dhe besimtarët e vërtet, dhe që të thonë ata që kanë sëmundje në dyshimin në zemër dhe mos besimtarët, çka dashur të thotë Allahu me këtë shembull. Kështu, Allahu lë në humbje atë që do dhe çon në rrugë të drejtë atë që do. Askush tjetër përveç ti nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd, ky është vetëm një përkujtesë për njerëzit. Komentimi. Për çfarë është numri I përgjegjësve të zjarit? Ashtu siç e diskutuam edhe në ajetet e kaluara, Allahu I madhëruar përmend numrin 19 si numrin e përgjegjësve të xhehenemit ose si numrin e 19 grupeve të tyre. Po ashtu lexuam se përmendja e këtij numri u bë shkak I bisedës mes politeistëve dhe jo besimtarëve. Disa prej tyre konsideruan si objekt talljeje dhe numrin e vogël të tyre e menduan si argument që mposhtja e tyre nuk është një punë shumë e vështirë. Ajeti në fjalë është dhe ajeti më I gjatë I kësaj sureje, ai u përgjigjet atyre si dhe sjell më shumë fakte në lidhje me këtë çështje. Në fillim thot ne kemi bërë rojtar të zjarit vetëm engjëjt të fortë dhe të fuqishëm në bazë të Kuranit, përdorimi I fjalëve ghilad dhe shidad, pra të ashpër dhe të rept, është bërë për treguar se të gjithë mëkatarët janë të dobët dhe të pafuqishëm përballë tyre. Më pas ajeti shton dhe numrin e tyre kemi bërë sprov, objekt polemikash për jo besimtarët. Kjo sprov ishte në dy aspekte, së pari ata talleshin duke ironizuar zgjedhjen e numrit 19, ndërkohë që çfarëdo numri tjetër që do të përcaktohej, përsëri do të ishin tallur edhe me atë. Nga ana tjetër këtë numër e konsideronin të vogël dhe duke u tallur thoshin se përballë çdo njërit prej tyre do të vendosnin 10 veta prej tyre në mënyrë që t'i mposhtnin, ndërkohë që engjëjt e Allahut janë të atill që sipas Kuranit, një numër I vogël prej tyre ishte ngarkuar me shkatrimin e popullit të Lutit dhe shkatruan qytetet e banuara prej tyre, përveç kësaj, përzgjedhja e numrit 19 për rojtarët e zjarit ka sekrete, të cilat u përmendën te shënimet e ajeteve të lartë përmendura. Kurani përsëri shton me qëllim që të binden ata që u është dhënë libri. Në një hadith thuhet se një grup nga jehudët shifutët pyetën disa nga shokët e profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për numrin e përgjegjësve të zjarit, sepse Zoti dhe lajmëtari I tij janë më të informuar. Në atë moment zbriti Xhebraili dhe e informoi profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, mbi të janë përgjegjës 19. Ata nuk e kundërshtuan këtë çështje, kjo do thotë se atë e konsideruan në përputhje me librin e tyre dhe I ushtua besimin ndaj profecisë së të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, po kjo çështje u bë shkak që besimtarët të bëhen më të fortë në besimin dhe bindjen e tyre. Kështu që në fjalin në vijim shton të ushtohet besimi atyre që besojnë, menjëherë pas përmendjes së kësaj fjalie I rikthehet atyre tre qëllimeve për t'i theksuar ato dhe sërish I kthehet çështjes së besimit të njerëzve të librit, besimtarëve, në fund sprovës së politeistëve dhe jo besimtarëve dhe thotë të mos dyshojnë ata që u është dhënë libri dhe besimtarët e vërtet dhe që të thonë ata që kanë sëmundjen e dyshimit në zemër dhe mos besimtarët, çka dashur të thotë Allahu me këtë shembull. Për cilët persona flet ajeti në fjalin e parë kur thot ata që kanë sëmundjen e dyshimit në zemër dhe mosbesimtarët. Disa komentues kanë deklaruar se në këtë fjali flitet për hipokritët, sepse në ajetet kuranore kjo shprehje është përmendur për ata. Këtë e lexojmë dhe në ajetin e 10 të surës El-Baqara, ku flitet rreth hipokritëve. Në atë ajet thuhet: në zemrat e tyre kanë sëmundje, e Allahu shton sëmundje edhe më shumë.
Ky është një argument që vërteton se ajeti i lartë përmendur është Medina, sepse grupi i hipokritëve u shfaq në kohën e forcimit të Islamit në Medinë e jo në Mekë. Shqyrtimi i rasteve të përmendjes së kësaj fjalie në ajetet kuranore tregon se kjo fjali nuk i përket vetëm hipokritëve, por të tillë janë konsideruar të gjithë politeistët të cilët kishin urrëtie, armiqësi dhe kryenësi ndaj ajeteve kuranore. Madje ndonjëherë përmendet se pas hipokritëve ka gjasa që kjo të jetë argument edhe për diferencimin midis tyre. Për shembull, në ajetin 49 të surës El Enfal lexojmë: kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishte sëmundje, dyshime, thanë: këta myslimanët i ka mashtruar feja e tyre, dhe po kështu thuhet edhe në ajete të tjera të ngjashme. Si përfundim mund të themi se nuk ekziston ndonjë argument që mohon përkatësinë mekase të këtij ajeti, veç të tjerash. Ky ajet ka një përputhshmëri dhe harmoni të plot me ajetet pararendëse, të cilat duken se janë mekase. Në favor të këtij argumenti ka edhe disa dëshmi të tjera. Në vazhdim të bisedimeve rreth mënyrës se si ndikojnë fjalët e Allahut te besimtarët dhe politeistët me zemër të smur, ajeti shton: kështu Allahu lë në humbje atë që do dhe çon në rrugë të drejtë atë që do. Fjalia e lartë përmendur na e tregon se ky vullnet hyjnor që udhëzon disa dhe devijon disa të tjerë nuk është e privuar nga llogaria. Ata me zemër të smur dhe kryenet që nuk meritojnë gjë tjetër përveç llogarisë, kurse ata që janë për ulur urdhrit të Allahut dhe janë besimtar meritojnë një udhëzim të tillë. Në fund të ajetit thuhet: askush tjetër përveç ti nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd. Ky është vetëm një përkujtesë për njerëzit. Fakti që u përmend numri 19 për rojtarët e zjarit nuk do thotë se ushtria e Allahut kufizohet me këtë numër. Ushtria e tij është shumë e madhe. Disa transmetime tregojnë se rojtarët e zjarit kanë mbushur gjithë tokën dhe qiellin, madje thuhet se nuk ekziston asnjë vend në botë që të mos ketë një ëngjëll që i lutet dhe e madhëron Allahun. Komentuesit e Kuranit kanë dhënë mendime të ndryshme se kujt i referohet për emri hije në fjalinë "wa ma hiya illa dhikra lil bashar". Disa kanë thënë se i referohet ushtrisë Allahut dhe një grup prej tyre janë rojtarët e zjarit. Ka të tjerë që mendojnë se i referohet Sekarit, pra vetë xhehenemit. Të tjerë komentues kanë pohuar se është tregues për ajetet e Kuranit të madhërisëm. Këto mendime janë rrjedhojë e ndërgjegjësimit, e zgjimit dhe e njohjes, por mendimi i parë duket më i përshtatshëm sepse tregon se Allahu ka zgjedhur për vete një ushtri. Ky fakt nuk do të thotë se Allahu vetë nuk ka mundësi të ndëshkojë të gjithë mëkatarët dhe gjunahqarët. Kjo ushtri e engjëjve është për këshill e për ndërgjegjësim, për zgjim dhe kushtim të vëmendjes ndaj seriozitetit të çështjes së dënimit hyjnor. Hulumtim. Numri i ushtrisë së Allahut. Prania e Allahut në çdo vend për hapje fuqisë së tij në të gjithë universin, esenca e pastër e tij e bën të panevojshëm të ketë ndonjë ndihmës, mbështetës apo ushtri, megjithë këtë për t'u treguar krijesave madhështinë e vet, për ndërgjegjësimin e tyre ka zgjedhur ushtri të madhe për vete, e cila është zbatuese e urdhrit të tij anemban botës. Në hadithet islame janë përmendur shprehje të ndryshme dhe madhështore për numrin e madh, për madhështinë dhe fuqinë e ushtrisë së Allahut, por dëgjimi i tyre për ne është i pamundur sepse nuk përputhet me perceptimet tona të zakonshme. Këtu do të mjaftohemi me fjalën madhështore dhe shumë domethënëse që Imam Aliu paqja qoftë mbi të e ka përmendur për këtë çështje në fjalimin e parë në veprën Nehjul Balagha, ku thotë: pastaj Allahu krijoi hapësirat mes qiejve të lartë dhe i mbushi me lloje të ndryshme engjëjsh. Disa prej tyre janë lëshuar përmbys dhe nuk kthehen në pozitën e gjunjëzimit, të tjerët janë në gjunjë dhe nuk ngrihen në këmbë. Disa prej tyre qëndrojnë në radhë dhe nuk e ndrojnë pozitën e tyre, të tjerët vazhdimisht madhrojnë Allahun dhe nuk lodhen. Ata nuk i kput as gjumi i syrit, as gabimi i mendjes, as molisja e trupit, as efekti i haresës. Në mesin e tyre ndodhen rojtarët besnik të shpalljeve të Allahut dhe transmetuesit e porosive të profetëve të tij, ndodhen edhe ata që i mbartin andej e këndej urdhrat dhe vendimet e tij. Në mesin e tyre ndodhen edhe mbrojtësit e krijesave të tij, edhe rojtarët e dyerve të kopshteve të xhenetit. Në mesin e tyre ndodhen edhe ata këmbët e të cilëve janë të ngulura në tokë, kurse qafat u zgjatën në qiej. Gjymtyrët e tyre dalin në të gjitha anët, shpinat e tyre puthiten me shtyllat e fronit hyjnor, para të cilit shikimi është i lëshuar dhe nën të cilin krahët e tyre janë të ulur, dhe mes vetes dhe gjithë të tjerëve kanë shtrirë velin e famës dhe perden e fuqisë. Ata nuk
nuk mendojnë mbi krijuesin e vet përmes shëmbëltyrës, nuk i përshkruajnë cilësitë të krijuara, nuk e kufizojnë atë në ndonjë vendbanim dhe nuk rrëfejnë për të përmes interpretimeve. Ashtu siç e kemi diskutuar edhe më përpara, fjala melek ka një kuptim dhe domethënie të gjerë, i cili përfshin edhe engjëjt mendjeqart, inteligjent, të bindur dhe të nënshtruar dhe prej forcave dhe fuqive të botës. Për këtë çështje kemi dhënë një shpjegim më të detajuar në komentimin e ajeteve të para të surës Fatir.